programi që synon të nxis prodhimin në Shqipëri të ndez motorët e një prodhimit që po shuhen, po bien nga viti në vit, në mënyrë të pandalshme. Do t'ulet numri shkallëve të ndryshme tatimore, vendoset taksa e shesh 10% mbi kapitalin, mbi të ardhurat nga puna me përjashtim të 50.000 lekëve të para, nuk do të atohen, rroga minimale s'do ketë. Taksa e shesh 10% mbi të ardhurat jo nga paga, zero taksim për profesionit e lira dhe bizneset e vogël, tavani vjetor për tatim fitimin zero për bizneset e vogël, 18 milion lek apo 500 euro xhiro në ditë, kufiri përjashtimit nga TVSH-ja 18 milion lek xhiro vjetore apo 500 euro në ditë, TVSH-ja do ulet, iken tabuja 20%, ulet në 15%. Taksa e ndikimit në infrastrukturë do t'ulet nga 8% e çmimit të shitjes në 2% të preventivit.